Prokuroria arsyeton vendimin për arrestin shtëpiak për Artan Grubin. Ministri i Drejtësisë e quajnë skandal. BDI kërkon ministrit Filkov të mos përzihet në punën e gjyqësorit. Pas konstatimit të paregullsive, qeveria ja merr licencat 6 kompanive që prodhonin kanabis mjekësor. Komisioni parlamentar refuzoi propozim ligjin e LSDM-s për rritjen e pagës minimale. Ministri i Arsimit vlerëson se arsimi dual është modeli më i suksesshëm arsimor. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Prokuroria ka reaguar ndaj kritikave për zavendësimin e paraburgimit me arrest shtëpiak për ish, zëvendës kryeministrin Artan Grubi, duke theksuar se kjo mas konsiderohet po ashtu paraburgim vetëm jo në kushte burgu. Vendimi sipas tyre u mor mbi bazën e informacioneve nga MPB dhe Agjencia e Sigurisë Kombëtare se në burg nuk mund të garantohej siguria e tij. Prokuroria u bën thirrje qytetarëve të përmbahen nga komentet për të mundësuar një proces të drejtë dhe efikas. Reagimet e opinionit për zëvendësimin e paraburgimit me paraburgim shtëpiak për ish zëvendës kryeministrin Artan Grubin kanë arritur edhe te prokuroria. Përmes një komunikate për mediat, prokuroria arsyetohet për këtë vendim, duke thënë se masa e arrestit shtëpiak, posaçërisht kur ka mbikëqyrje 24 orëshe, është gjithashtu paraburgim, por vetëm nuk bëhet në kushte burgu, ndërsa vendimin e kanë marrë bazuar në informacionet e MPB-s dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, sipas të cilave në burg nuk mund të garantohej siguria e grupit. Sipas e vlerësimit të autoriteteve kompetente, Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, ka informacione serioze se siguria personale e këtij të dyshuari nuk mund të garantohet në njësinë e paraburgimit. Detajet në lidhje me kërcënime të tilla ju prezantuan gjyqtarit në procedurën paraprake. Por për prokurorin me rëndësi të madhe është që e kanë siguruar këtë dyshuar dhe thonë se do të vazhdoj përndjekja penale për të. Për të është kryer hetim financiar dhe shumica e provave të nevojshme janë siguruar, të cilat mbrojtja tashmë po i shqyrton. Prokurorët publike kompetentë në këtë rast po veprojnë me përgjegjësi dhe në përputhje me kompetencat e tyre ligjore. Komunikata e tyre përmbyllet me apelin që opinioni të përmbahet nga komentet në lidhje me vendimet e sjellura deri tani, të cilat sipas tyre janë legjitime, në mënyrë që, siç thonë, të mundsohet procedure drejtë dhe efikase. Ndërkohë, Ministri i Drejtësisë Igor Filkov tha se vlerësimet e MPP-s dhe ASK-s se burgu i Shutkës nuk është i sigurt paraqesin skandal që nuk mund të heshtet. Ai kërkoi përgjegjësi nga të gjithë personat kompetent, gjyqtarin Stanevski dhe prokurorin Kocev, si dhe shefin e tij Anel Fidoskin. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov e ka cilësuar si skandal vendimin e gjykatës që Artan Grubit i caktohet masa e paraburgimit shtëpiak. Filkov tha se vlerësimet e MPB-s dhe ASK-s se burgu i Shutkës nuk është i sigurt paraqesin skandal që nuk mund të heshtet. Siç tha ai, nuk mundet që për qytetarin e thjesht paraburgimi të vlej automatikisht, kurse për ish funksionar të lartë të ketë përjashtim. Këtë mëngjes kam kërkuar shpjegim nga drejtori i burgut të Shkupe dhe drejtorisë për zbatimin e sanksioneve. Isha informuar se gjatë ditës së djeshme janë siguruar të gjitha kushtet për zbatimin e masës së paraburgimit në institucionin përkatës. Është e patolerueshme që të pohohet se nuk mund të garantohet siguria e një personi në paraburgim dhe kjo të bëhet argumente për masë më të lehtë. Ai kërkoi përgjegjësi nga të gjithë personat kompetent, gjyqtarin Stanevski, prokurorin Kocev, si dhe shefin e tij Anel Fidoski, prokurorin e ri publik të shtetit, i emëruar për të zëvendësuar Gavril Bubevskin. U bë thirrje publikisht të gjithë aktorëve në procedurë të japin një shpjegim.
Prokurori publik Daniel Kocev të shpjegoi mbi bazën e të cilave fakte dhe argumente ligjore specifike është dhënë mendimi për zëvendësimin e paraburgimit. A qëndron kryetari i prokurorisë Anel Fidovski pas këtij vendimi dhe ai konsideron këtë si një mesazh për zbatim të barabartë të ligjit. A duhet që gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore penale të Shkupit, Marin Stanevski, të thotë se cilat e rrethana e të kalonin rrezikun e ratisjes për një person që ishte i parishëm për 14 muaj. Ministri Filkov i bëri thirrje Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publik të thirrin seancë urgjente dhe të vërtetojnë nëse ka përgjegjësi për këtë rast tek gjykatësi dhe prokurori publik. Bashkimi Demokratik për Integrim proteston drejt për drejt ndaj kërcënimeve të drejtuara ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nga ministri Filkov në paraqitjen e tij të fundit publike. GBDI thonë se pushteti ekzekutiv jo vetëm që nuk ka të drejtë kushtetuese të sugjerojë mënyrën e veprimit të organeve të drejtësisë, por roli i ministrit të drejtësisë është pikërisht mbrojtja e integritetit dhe pavarësisë së pushtetit gjyqësor, veçanërisht në raste të ndjeshme kur polarizmi politik ushtron presion të madh mbi individët brenda sistemit të drejtësisë. I bëjmë thirrje ministrit që të përmbahet nga çdo ndërhyrje mëtejshme publike në këtë çështje, ndërsa Ministria e Drejtësisë përmes komunikimeve të qarta dhe të përgjithshme duhet të garantojë dhe të mbrojë pavarësinë dhe paanshmërinë e sistemit gjyqësor, thuhet në reagimin e BDI-s. Madje ata shtojnë se nëse vazhdon me këtë praktik, ministri të shkarkohet më njëherë. Partitë politike kanë komentuar vendosjen e masës së arrestit shtëpiak ndaj ish-zëvendës kryeministrit Artan Grubi. LSDM vlerëson se marrëveshja ndërmjet VMRO-s dhe BDI-s po realizohet para syve të opinionit. Nga VMRO shprehen se e kuptojnë revoltën e qytetarëve pas vendimit për paraburgim shtëpiak. Në BDI janë shprehur të shqetësuar për deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat sipas tyre po krijojnë atmosferë histerie dhe linçimi. Po aq sa dorëzimi i zëvendës kryeministrit Artan Grubit në kufirin Bllaz, ashtu edhe masa e paraburgimit shtëpiak nxiti reagime në skenën politike. LSDM-ja opozitare vlerëson se masa e arrestit shtëpiak është saktuar nga prokurori Daniel Kocev, shefi i cilit shtojnë ata është prokurori Anel Fidovski, që u zgjodh para një muaji në funksionin e prokurorisë themelore publike të Shkupit. Sundimi i ligjit është varrosur plotësisht. Marrëveshja mes VMRO BDI realizohet para syve të opinionit. Caktimi i paraburgimit shtëpiak për Grubin është vërtetim se gjithçka është dakordësuar. Kush është prokurori i kësaj lënde? Daniel Kocev, shefi i tij, prokurori Anel Fidovski. Ndërkaq nga VMRO thonë se absolutisht e kuptojnë revoltën e qytetarëve pas vendimit për paraburgimin shtëpiak të Artan Grupit. Presim që vendimi gjyqësor të jetë në mbrojtje të drejtësisë dhe jo bashkëfajtor në padrejtësi. Procesi gjyqësor për Grubin, ish-zëvendës kryeministrin dhe ministrin në qeverinë e LSD-s sapo ka filluar. Në karrikat e gjyqësore, shoqëri do i bëjnë edhe ortakët e tij kriminal, drejtësi do të ketë. Në BDI janë shprehur të shqetësuar për deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, të cilët sipas tyre po krijojnë atmosferë histerie dhe linçimi të paracaktuar. Ata po e marrin plotësisht rolin e prokurorit edhe gjykatësit, duke hedhur tek masa e kujdesit, duke bërë thirrje publikisht për linçimin e përfaqësuesve të prokurorisë dhe gjykatës, pa asnjë respekt elementar për parimin e prezumimit të pafajësisë. Kutia e zezë e qeverisjes së BDI-s u vu në dispozicion të drejtësisë, kështu kanë reaguar nga koalicioni shqiptar në pushtet. Rikthimi i Grubit nuk është e fundi i procesit, është fillimi i një zbërthimi që mund të çojë në demaskimin e plotë të mënyrës se si ka funksionuar BDI. Pyetja nuk është më nëse do të ketë pasoja politike, por sa të thella do të jenë ato. Nëse kutia e zezë është Grubi, atëherë hapja e saj nënkupton goditje të drejtë ndaj Ali Ahmetit. Ish-zëvendës kryeministri Artan Grubi pas 14 muajsh në Arati, herët në mëngjesin e SHN-s, u dorëzua në pikën kufitare në Bllac. Qeveria ka vendosur t'i merren licencat 6 kompanive të licencuara për prodhim kanabisi për qëllime mjekësore.
Kontrollet kanë treguar se kompanitë e kanë ruajtur në mënyrë të papërshtatshme lulën e thatë të kanabisit, e cila ishte e hapur pa vulosje dhe jo e paketuar në kuti kartone. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu ka njoftuar se qeveria në mbledhjen e sotme ka marrë licencat 6 kompanive të licencuara për prodhim kanabisi për qëllime mjekësore, pasi kontrollet kanë treguar se ato e kanë ruajtur në mënyrë të papërshtatshme lulën e thatë, e cila ishte e hapur pa vulosje edhe jo e paketuar në kuti kartone, si dhe kanë pasur një sër shkelësh të tjera të ligjit për kontrollin e drogave narkotike. Siç njoftoi Aliu, kontrolli është e kryer në 13 nga gjithsej 43 kompani me licencë, pasi në Serbi u kontrabandua një sasi më e madhe marijuane. Nëse shkojmë në mënyrë individuale, kompanive që prej sotu janë marrë licencat janë Alpha Farm, Green Life, CBD, Medplant, Life Plant, Ata Farm dhe Cannabidos. Mungesat janë të ndryshme nga aspekti administrativ, nga aspekti infrastrukturor, nga aspekti teknologjik, nga kapaciteti njerëzor e kështu me radhë. Përveç kontrolleve të kryera, deri më tani në 13 subjekte juridike, Aliu paralajmëroi kontrolle në të gjitha 43 subjektet juridike, të cilat kultivojnë kanabis për qëllime mjekësore. Për shkak të lëshimeve dhe keqpërdorimeve të mundshme të identifikuara në rregulloren ekzistuese ligjore, Aliu njoftoi një zgjidhje të re ligjore që do të miratonë kur të përfundojnë kontrollet në 43 subjektet ligjore, e cila ai tha se do të ketë një zgjidhje ligjore që do të jetë në përputhje me direktivat e BE-s dhe atë që mungon në terren. Me vendim të gjykatës themelore në Tetovish, drejtoresha ekonomike e klinikës për toksikologji Besia Iliazi është e obliguar që t'ia kthejë institucionit ku ajo ka qenë angazhuar 659.831 denar apo rreth 10.700 euro për shkak të angazhimit të paligjshëm të 17 honaristëve. Sipas aktgjykimit, dëmi material është përcaktuar pas ekspertizës ekonomike, ndërsa kërkesa për dëm jo material është tërhequr pasi Iliazi është pajtuar të mbulojë shpenzimet e procedurës. Ajo më herët pranoi fajsin për veprën penale keqpërdorimi i pozitës dhe autorizimit zyrtar dhe u dënua me kusht me 2 vite burg me periudhë prove 4 vjeçare, si dhe me program individual probacioni dhe plan mbikëqyrjeje. Sipas akuzës, në maj të vitit 2024, gjatë periudhës parazgjedhore, Iliazi kishte lidhur kontrata në vepër me 17 persona në kundërshtim me ligjet në fuqi, duke kryer edhe pagesa retroaktive dhe duke përfshirë persona pa kontrata, çka solli dëm financiar për klinikën. Komisioni parlamentar për çështje ekonomike ka refuzuar nismën e LSDM-s për ndryshim dhe plotësim të ligjit për pagë minimale. Propozuesi nismës Oliver Spasovski gjatë elaborimit të propozimit të tyre tha se ai përfaqëson një vazhdimsi të rritjes së vazhdueshme të pagës minimale që filloi sistematikisht në vitin 2017. Iniciativa e LSDM-s për ndryshim dhe plotësim të ligjit për pagë minimale nuk kaloi sot filtrin e parë në Komisionin Parlamentar për Çështjet Ekonomike, Punë dhe Politikë Energjetike. Komisioni ka refuzuar edhe propozimin e koordinatorit të këtij grupi parlamentar Oliver Spasovski për debat publik dhe për të tentuar të arrihet një marrëveshje midis tre palëve të interesuara për rritjen e pagës minimale. Spasovski gjatë elaborimit të propozimit të tyre tha se ai përfaqëson një vazhdimsi të rritjes së vazhdueshme të pagës minimale që filloi sistematikisht në vitin 2017. Spasovski tha se në 2 vitet e fundit çmimet e produkteve themelore ushqimore, energjisë, shërbimeve komunale dhe kosteve të kujdesit shëndetësor janë rritur, ndërsa shporta e konsumatorit është rritur vazhdimisht. Në kushte të tilla, megjithëse ekziston një mekanizëm ligjor për rregullimin e pagës minimale, përkatësisht 50% të rritjes së pagës mesatare dhe 50% të rritjes së kostos së jetesës, realiteti tregon se dinamika e rritjes së çmimeve tejkalon dinamikën e rregullimit ligjor. Më të prekurit nga kjo janë qytetarët për cilët paga minimale është burimi vetëm i të ardhurave. Deputeti opozitar Fatmir Bytyqi kritikoi ashpër qeverinë për thellimin e varfërisë, kontrollet e dobta të çmimeve dhe mungesën e dialogut të vërtet social mbi pagën minimale prej 600 eurosh. Ai paralajmëroi se rritja e kosteve gëryen drejt për drejt fuqinë blerëse të qytetarëve. Odnosno,
Ose do të qëndrojmë në mbështetjet punës dhe vlerës së saj, ose do të vazhdojmë të zbukurojmë dhe relativizojmë varfërinë. Dhe për këtë, shporta minimale sindikale në shkurt të vitit 2026 arriti në plot 67.382 denar. Edhe deputetja e SH-s krahu Zjadin Selës Ilire Dauti tha se mbështet rritjen e pagës minimale, por ajo kërkoi që me këtë të rriten edhe pagat mesatare. Ndërkaq, ajo vlerësoi se shteti duhet të luajë rolin e vet në pjesën e marrjes së obligimit për të ambuluar dallimin e rritjes së pagës minimale përmes kontributeve dhe tatimit personal. Për mua personalisht është edhe një element tjetër I cili është shqetësues, mos ndjekja e rritjes së pagës minimale nga pagat mesatare. Unë mendoj që megjithatë, të gjithë ata të cilët janë të klasifikuar dhe të cilët marrin paga më të larta se sa paga minimale, realisht me pagën mesatare apo mbi atë, mendoj që do duhet vazhdimisht që rritja duhet të jetë lineare. Sa që rritet paga minimale, po aq duhet të ndiqet edhe me rritjen e pagës mesatare. Kujtojmë se lidhja e sindikatave të Maqedonisë tashmë disa javë po kërkon rritjen e pagës minimale, ndërsa kërkesat e tyre I kanë shprehur edhe në formë të protestave e blokadave para Kuventit, Odës Ekonomike dhe Qeverisë. Ndërkohë, Vëmroja ka dorëzuar sot në Kuvend një pako propozim ndryshimesh për 6 ligje me të cilët synohet ulja e pagave të funksionareve. Nëse kalojnë këto ndryshime, pagat e funksionareve të zgjedhur dhe të emëruar do të ulen për 10 deri në 13.000 denar, ndërsa për disa pozita edhe më shumë. Grupi parlamentar I VMRO-DPMN-s ka dorëzuar sot në Kuvend një pako propozim ndryshimesh për 6 ligje me të cilat synohet ulja e pagave të funksionarëve. Deputeti I VMRO-DPMN-s Bojan Stojanoski tha se pagat e funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar do të ulen për 10 deri në 13.000 denar, ndërsa për disa pozita edhe më shumë, me qëllim të shpërndarjes më të drejtë të mjeteve të buxhetit dhe përshtatjes me kushtet ekonomike në vend. Për deputetët dhe zyrtarët në pushtetin ekzekutiv, po ulim koeficientin, gjë që zvoglon drejt për drejt barrën buxhetare. Për gjyqtarët dhe prokurorët publik parashikojmë harmonizimin e koeficienteve në mënyrë që pagat e tyre të korrespondojnë me mundësitë reale ekonomike të shtetit. Për kryetarët e komunave, propozojmë një shkallë të re koeficientësh në varësi të numrit të banorëve në komunë. Pakoja e ligjeve përfshin ligjen për deputetët, ligjen për pagat dhe kompensimet e tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar, ligjen për pagat e prokurorëve publik, ligjen për pagat e antarëve të Këshillit të Prokurorëve Publik, për pagat e gjyqtarëve dhe pagat e antarëve të Këshillit Gjyqësor. Stojanoski informoi se fondet e kursyera do të ridestinohen për shëndetësinë, arsimin dhe sektorin social, ndërsa ulja do të zbatohet tashmë me pagesën e pagës së muajit shkurt. Ai po ashtu njoftoi se nesër do të mbahet një seancë plenare në të cilën do të votohet për nevojën e miratimit të ligjeve. Ai sqaroi se sipas afatit të dhënë nga rregulloria për 6 orë, do të caktohen ligjet menjëherë dhe më pas do të kthehen në seancën plenare dhe nesër do të votohen. Deputeti BDI-s Blerim Bexheti në emisionin Debat në Shenja theksoi se ligje për përdorimin e gjuhëve të jurisprudencës është miratuar që në vitin 2017, ndërsa tani kryeministri tallet, një ditë thot po, ndërsa ditën tjetër thot se do të bëjnë ligjen dhe do ta çojnë në Venecia. Bexheti tha se nuk do ta mbështesin ligjen për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, pasi sipas tij BDI ka rëndësi edhe etnia dhe profesionalizmi dhe jo vetëm njëri koncept. Deputeti I BDI-s Blerim Bexheti në emisionin Debat në Shenja theksoi se ligji për përdorimin e gjuhëve në jurisprudencë është miratuar që në vitin 2017. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Arben Fetaj para pak ditësh në të njëjtin emision tha se është e turpshme që 7 ministra shqiptar të drejtësisë nuk kanë arritur ta zgjidhin problemin e provimit të jurisprudencës. Bexheti tha se Fetaj ose nuk di ose flet në këtë mënyrë nga halli. Nëse I marrim të dhënat, ligji për përdorimin e gjuhëve në formën ku lejon përdorimin edhe në jurisprudencë është në vitin 2017. Ky zotnia besoj që edhe nuk e din. Edhe kështu nuk ja marrim për të madhe. Dhe ky ka qenë antar I Aleancës për shqiptarët. Në qeverinë, ku dominante ka qenë Bashkimi Demokratik për Integrim, t'ja përkujtoj krejt opinionit se është mashtrues, ordiner,
se nuk besoj që nuk ka informacion. Dhe ligji për provimin e jurisprudencës ka kalu në qeveri, ka dhënë mendim pozitiv. Komisioni ligjdhënës i qeverisë dhe ka ardhur në parlament. Me rregullore të parlamentit, gjitha ligjet nga qeveria paraprake i kthehen qeverisë në rishqyrtim, qeverisë re, qeverisë pa legjitimitet të vlenit, dhe asnjëherë nuk kanë ardhur në kuvend. Tash, kujt duhet t'i vjet turp? Bexheti theksoi se ligji ka qenë në parlament, ndërsa tani kryeministri tallet. Një ditë thot po, ndërsa ditën tjetër thot se do të bëjnë ligj dhe do ta çojnë në Venecia. Bexheti tha se nuk do ta mbështesin ligjin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, pasi sipas tij për BDI-n ka rëndësi edhe etnia edhe profesionalizmi dhe jo vetëm njëri koncept siç thot Vlen. BDI do të dorëzojë amendamente ndaj ligjit. Ai tha se Vlen duhet të bind partnerët e tyre që të votojnë rezolutën për ish-krerët e Kosovës dhe jo të bëjë lojra. Bexheti vlerëson se Bashkimi Demokratik për Integrim është në rritje e sipër, ndërsa kundërshtari politik, grupimi Vlen, po regjistron rënje të mbështetjes. Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se arsimi dual është një model i shkëlqyer arsimor dhe u ndihmon bizneseve sepse ata që përballen me mungesë kuadri. Ajo tha se rreth 900 kompani kanë nënshkruar memorandume bashkëpunimi me shkollat e mesme profesionale. Mbi 13.000 është numri i nxënësve që aktualisht ndjekin arsimin dual në Maqedoninë e Veriut. Në panel diskutimin e përbashkët të organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Oda Ekonomike, numri 1 i arsimit Vesna Janevska tha se arsimi dual si projekt u ndihmon bizneseve sepse janë ata që përballen me mungesë kuadri dhe ky projekt sipas saj ndihmon në krijimin e kuadrove profesional dhe forcës punëtore. Sipas Janevskës, arsimi dual si projekt po rritet në vazhdimsi, si në aspekt të numrit të nxënësve, po edhe të kompanive që janë të kyçura në këtë projekt. Paraleli duale janë tregues i fuqishëm i avancimit të këtij procesi në arsim. Numri i kompanive është në rritje. Do ju rikujtoj se numri i kompanive të kyçura në këtë proces është një nga indikatorët e agjendës reformuese. E kemi arritur, po edhe kemi të i kaluar, jo pse është pjesë e agjendës reformuese, por sepse është e nevojshme për vendin ton. U nevojitet kompanive tona, këtë e arritëm me ndihmën e sektorit të biznesit. Kreu i Odës Ekonomike Branko Azevski tha se në të kaluarën ka pasur hamendje nga bizneset për këtë projekt, por shtoi se deri më tani është realizuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Azevski deklaroi se si Odë kanë krijuar strategji për implementim edhe më të mirë të këtij projekti në të ardhmen. Të gjithë projektin Azevski ndërlidhi me një dozë nga ironia politike që e kanë ndjekur Odën ndër vite. Është projekt që është implementuar në mënyrë të përkryer. Herën e parë ishte në vitin 2005. Na thanë se jemi odë e oligarkëve, doli që këtu s'kishte oligark. Pastaj na thanë odë e kompanive të mëdha, por doli që ka edhe kompanin të vogla. Në 2009 na thanë se s'kemi qendrim, botuan 5 libra dhe dhanë përgjigje për çdo pyetje. Na thanë edhe komunista, e tani kur po bashkëpunojmë me Vomoron, nuk jemi komunista, do të përfundojmë si nacionalist. Ndam 3.4 milion euro për arsimin dual, e përmbyllum edhe si proces arsimin dual, por kemi edhe koncepte se si do të veprojmë për gjithçka në shtet. Deri më tani, arsimin dual si projekt e implementojnë 900 kompani në 14 sektor të ndryshëm me 1500 mentor të certifikuar. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.